Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Mos u mërzit nga dëmi që të bën dhe falja keqbërësit. Kjo sepse çmimi i masës së dënimit është shumë i madh dhe i rënd. Ai që të vërsulet me mbytje, rrahje apo me diçka tjetër, pastaj e kthen atë me më të shtrenjtët e tij, me zemrën e tij, mishin dhe gjakun e tij, qetësimi i kthehet në shqetësim, lumturia dhe harmonia i kthehet në pikëllim dhe shkatërrim. Pra, ai është në humbje të padyshimt. Allahu për këtë armiqësi të nxehtë tregoi ilaçin që zbut zemrën e kryeneçit. Dhe ata që e frenojnë mllefin, qua falin njerëzve. Të keqen kthejen në mënyrën më të mirë, se atëhere ai me të cilin kishe një farë armiqësie, do të bëhet mik i afërt. Mos u brengos nga ajo që të humbi, se akoma ke shumë të mira dhe begati. Përkujtoji dhuntit që t'i dha Allahu. Hidhi një vështrim trupit tënd, prej te koka e deri te këmbët, thellohu mirë në atë që zotron. Do të bindesh shumë shpejt se sikur të qëndroje natë e ditë duke falënderuar Allahun për këto të mira, përsëri do të ishte e pakët dhe se ky falënderim nuk mjafton përpara asaj që zotëroje. Thot Allahu: edhe nëse përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, s'do të mund të arrini t'i përkufizoni. Dhe plotësoi ndaj jush të mirat e tij të dukshme e të fshehta. Dhe çdo të mirë që e keni, ajo është vetëm prej Allahut. Allahu ja përkujton robit vet në Kuranin famlart dhuratat që i dha atij. A si dham atij 2 sy dhe gjuhë 2 buzë dhe i sqaruam 2 rrugët? Begati të pandërprera, jetë, shëndet të plot, vesh që dëgjojnë, sy që shohin, duart dhe këmbët, ujin dhe ajrin e pastër, ushqim, e këto i plotësoi me udhëzimin që i dha njeriut, rrugën e ndritshme, që është Islami. Ndoshta ndokush të thotë: a dëshiron $1 miliard e të mjapësh 2 sytë tu? A dëshiron $1 miliard për një vesh tëndin? A më jep një këmbë të jap $1 miliard? A dëshiron $1 miliard për një dorë tënden? A dëshiron $1 miliard të mjapësh zemrën tënde? Sa pasuri të madhe ke vetëm në trupin tënd, e përsëri nuk falenderon. Mos u brengos ndaj një gjëje që s'ja vlen as pak. Vërtet, nëse dëshiron të jesh i lumtur për gjithmonë e të ushqesh gëzim për veten tënde, atëherë mos i llogarit veprat që s'kan peshë. Njeri të parëve tanë njëherë u tha vëllezërve të tij duke i këshilluar: le të jetë halli yt më i madh ai i takimit me Allahun, dhe le të jetë vetëm një dert ai i ditës së Kiametit, apo i qëndrimit ton përpara fuqisë të madhit Zot. Atë ditë do të ekspozoheni para Zotit, duke mos mbetur i fshet asnjë sekret i juaj. Pra, dertet dhe të këqijat e kësaj dynjaje, sa do të mëdha e të vështira të jenë, prap përballë asaj dite të madhe të shkatërimit total, mbeten të vogla e të lehta. Më thuaj pra, ç'dert është derti i kësaj jete? Shqetësimi për punë apo pozit, për arë dhe argjend, për fëmijë dhe pasuri, për emër dhe për pallate? Asgjë, s'është asgjë. Shikosi i përshkruan Allahu i madhëruar 2 fytyrshit. Kurse njerin grup e kishte preokupuar vetëm çështja e vetvetes, ata formuan bindje të padrejtë ndaj Allahut, bindje ignorante. Pra angazhimet dhe qëllimet e tyre ishin vetëm vetja, barqet dhe kënaqësitë e tyre, e s'u shkonte mendja as pak për qëllimet më të larta. Kur besimtarët lidhen besën me pejgamberin,
Njeri nga dy fytyrshit, për të mos dhënë besën iku që të gjej deven e tij të kuqe që kishte humbur duke thënë: "Më e dashur për mua është ta gjej deven se sa t'i jap besën Muhamedit." Ja se çfarë derti e kishte prekur dhe kapluar që nuk dëshironte t'i jepte betimin të dërguarit të Zotit. Ata beduin që mbetën pas do të thonë: "Neve na penguan pasurit tona dhe familjet tona, andaj ti kërko falje për ne." Me të vërtet, këto mendime të kota dhe të lira i mbartin vetëm ata të pavlerët dhe të lirët, kurse ata të qëllimeve të rëndësishme dëshirojnë të jenë lëvduar tek Allahu, të jetë Allahu i kënaqur ndaj tyre dhe ata të kënaqur prej tij. Mos u pikëllo, por dëboje pikëllimin. Të pushosh do të thotë të bëhesh i marr, se kur të mbetesh duar kryq, i zbrazur nga puna, pranë shumë detyrave kryesore, dëmton veten, se pushimi të çon në humbje. Njerëzit më të vrazhd, të vrentur, të zymt e të mërzitur, janë ata që i ikin punës dhe nuk angazhohen me diçka. Pra lëviz dhe puno. Lexo apo përkujto Zotin tënd. Shkruaj ose vizito dikë. Ki dobi nga koha se ajo është jeta jote që me zbraztirën që mban ti e vret atë. Mos lër asnjë minutë të shkojë pa shfrytzuar për mirë, sepse atë ditë kur të lirohesh nga detyrat dhe të shtrihesh në dhomën tënde gjoja të pushosh, të hynë në kokë duke të vallëzuar mendimet e këqija që të mërzisin. Pra shumë shpejt bëhesh fushë e lojës së djallit të mallkuar. Mos u pikëllo për atë që ta humbi të mirën që i bëre, sepse ti dëshiron shpërblimin prej Allahut. Kur të bësh mirë të tjerëve, bëje vetëm për hir të Allahut. Ajo vepër të jetë e sinqertë, larg qëllimeve të prishura për të marrë emër apo pozitë ndër njerëz. E kur vepra jote rrjedh nga sinqeriteti i pastër dhe vetëm për hir të Allahut, atëherë mos prit falënderim prej kurkujt, por shpërblim nga Mëshiruesi. Mos u mërzit e ta zaptosh trurin në ja ofrove dikujt dobin dhe të mirën, e ai pastaj ta shkeli atë dhe u bë sikur s'të ka njohur kurrë, sepse nuk e vlerësoi atë dorë fisnike të bardhë, e as atë të mirë që i bëre, pa kur far interesi personal. Pra kërkoje shpërblimin prej Allahut. Ai në Kur'an thot: "Kërkojnë prej Allahut që të ketë mëshirë dhe kënaqësinë e tij ndaj tyre." Thot Allahu për të dërguarit e tij: "Unë për këtë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim." Unë s'kërkova prej jush ndonjë shpërblim, nëse kam kërkuar, ai le t'u mbetet juve. Ne po ju ushqejmë vetëm për hir të Allahut dhe prej jush nuk kërkojmë ndonjë shpërblim e as falënderim. Ofroje të mirën se e mira nuk humbet. Nëse njerëzit s'të falënderojnë, tek Allahu ajo do të shkruhet. Vepro për Allahun një të vetëm sepse ai është që të shpërblen, të jep dhe të ndalon, të dënon e të llogarit, pajtohet e zëmërohet, i lartësuar qoftë ai. Në kohën e kalifatit të Omerit, kur disa luftëtar ranë dëshmor në qytetin Kandahar të Afganistanit, kaloi Omeri pranë dëshmorëve së bashku me shokët e tij dhe i pyeti: "Kush janë këta dëshmorë?" Ata ja treguan emrat e të vrarëve që i dinin, e pastaj i thanë Omerit: "Këtu ka të vrarë që nuk i njohim, e as u dim emrat." Sytë e Omerit rodhën lot të nxehtë dhe i tha: "Por Allahu i di ata." Thuhet se një rob i mirë një ditë prej ditëve e ushqeu me ushqimin më të shijshëm një njeri që kishte humbur të pamurit. Dhe këtë e bëri në praninë e familjes së të gjorit. Një prej tyre tha: "Ky është i verbër dhe nuk di e as që shese çka ha." Robi i mirë tha: "Por Allahu di dhe sheh që ofroj unë dhe ç'ha ai." Pra përderisa Alhu të sheh,
të përcjell kudo që të jesh, di se çka jep dhe ç'bën për të tjerët, për njerëzit mos mbaj barë të rënd, se është e kotë. Mos u brengos nëse je i varfër dhe s'ke pasuri, për shkak se në pakic e gjen shpëtimin. Bukë të nxehtë, ujë të ftohtë në hijen e dendur, janë begatit më të mëdha të Allahut për të cilat ai duhet përmendur. Nëse këtë furnizim që prej ti të vjen pa kursim me mohon dhe përsëri i kënaqur nuk jeton, je radhitur në mes të ngradëve mëkatar që janë bukshkelës e puna kursuve të mbar. Fjala tjetër poetike. Lësho e qelë si të duash edhe kokra diamanti. Ti oj tokë rrije qetë, e ti furtun pluhurat nga të duash mbarti. Se unë nëse jetoj, kafshata e bukës nuk do të më mbaroj, e nëse vdes e jetë ndëroj, pavarës mbetem, si nuse për mua do qëndroj. Detyra ime në këtë jetë është detyrë shumë e rëndë, u përngjan mbretërë, ku vend nuk u ka zënë. Dhe shpirti im është një shpirti robit lirë, që nëse pushon nën hije, i duket vetja se është ngrirë. E unë nëse i kënaqur s'jam me këtë kafshat buke që kam, kudo që të shkoj për të parë shokët e miq t'i vizitoj, përsëri në shpirt do t'jemi vrarë e s'kamja zemrën do ma shpoj. Kjo është vlera e të bindshmëve, që janë të bindur e të kënaqur me rënjët e riskut të tyre, janë të besueshëm e besnik në thirrjen e rrugës tyre dhe janë të sinqertë në misionin që mbartin. Mos t'ju mërzisin kritikat e të humburve dhe xhelozëve. Ti si je i humbur kur dikush të kritikon. Përkundrazi, je i shpërblyer nëse qëndron i durueshëm ndaj natit dhe xhelozisë që kanë për ty. Pastaj kur dëgjon fjalë të rënda djathtas dhe majtas, dije se personaliteti yt peshon. Kuptoje se qenin e ngordhur nuk e shqelmon kush, ashtu si nuk i çmon kush të pavlerët. Nëse nuk arrin atje ku ke arritur ti djelësh, njerëzit i ke armiq vërsulës, bëj kujdes që veten ta mbrosh. Dhe kur smundja dalin për të të shkatëruar, nga inati kthejnë kokën e s'kan për të të shikuar. Zdi se që i pengojnë, të mirat që Allahu t'i dha frut, s'të bën gjë xhelozi, edhe veten në e mbyt. Me autoritetin që ke dhe nëse arrin në kup të qijeve, armiku ndaj jush do të shtohet me numrin e yjeve. Famën tënde do t'a gjuajnë nga larg me shigjet. Mbrojtja e Allahut kur ty të rrethon, të pasuksesshëm kanë me mbet, e dëm s'ka me të gjetë. Musa i u lut Allahut që ta mbroj nga fjalët dhe thëshëthemet e njerëzve. Allahu ju përgjegj duke i thënë: O Musa, unë as për veten time nuk i detyroj robrit që mos të më qortojnë, e as gojen nuk u ambyll. Unë i krijova dhe unë i begatoj e i furnizoj, por ata përsëri më fyen me fjalë e më qortojnë. Transmetohet se pejgamberi ka thënë: Allahu thot, më fyen mua biri i Ademit e më shan. Nuk i takon dhe nuk duhet ta bëj këtë ndaj krijuesit vet. Sharja e tij ndaj meje, kur ai shan kohën, është e padrejtë. Kur unë jam koha, e rrotulloj natën dhe ditën ashtu si dëshiroj. Më fyen mua kur thot se unë kam shok dhe fëmijë, ndërsa unë s'kam nevojë as për shok e as për fëmijë. Ti s'mund t'u ambyllësh gojën njerëzve e as t'u shmangesh qortimeve të tyre, por mund t'u bësh mirë e t'u ofrosh dobi, kështu që nuk ta rjepin lëkurën e nderin shumë. Kur pa fije faj xhelozi të prek e të kritikon, kalo pranë tij, bëu shurdh, gjoja se s'dëgjon. Fjalët që ti hedhin vërin në një skaj. Mos u ahidh shikimin,
e në tru mos i mbaj. Të marrët kur të pyesin, përgjigjen mos u thuaj. Për ty është më mirë të hiqesh si i huaj. Pra s'ke kohë të merresh me çështje që nuk sjellin dobi. Kryeje atë që është mirë ta bësh, pastaj çdo kritike që të drejtohet, ktheja shpinën. Nëse dëshiron të përparosh, përmbaju kësaj këshille. Mos e kthe fjalën që mund të sjellë plagë të reja, se nëse hesht, ndodh që ato fjalë që t'jen folur shpejt harohen e të humben. Ji i butë e qëndro dinjitoz, sepse heshtja i përul armiqt, e të jesh falës është respekt dhe burëri për ty. Pastaj gjysma e njerëzve që lexuan turpet e tua, qofshin të pabaza, që t'i përshkruajtën të tjerët, haruan, e gjysma tjetër as që i kanë lexuar, e të tjerët as që din madje se ç'ndodhi me ty. Prandaj ti mos i përsërit ato thënie, e mos këmbgul t'u qëndrosh i gatshëm thanjeve që s'mbarojnë kurrë. Dhe shtëpiza e vogël ku banojnë të thjeshtit dhe han bukë gruri, është më e vlefshme se sa shtëpia e madhe me tryezë të shtruar me lloj-lloj ushqimesh, ku përzihen fjalët dhe s'mund të dallosh fjalën e sinqertë prej së kotës.